Dashi. Dita e sotme sjell mundësi të reja që kërkojnë guxinë dhe vendosmëri. Me energjinë e brendshme të lartë, mund të bësh hapa përpara në karrierën tënde. Është koha e duhur për të marrë një vendim të rëndësishëm që ke shtyrë prej kohësh. Në çështje të zemrës, ofroj partnerit më shumë vëmendje dhe hapësirë për të treguar ndjenjat. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të shtojë ngjyra në jetën tënde. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Meditimi apo një shëtitje në natyrë do të të ndihmojë të rigjesh qetësinë e brendshme. Kujdesu për veten dhe mos haro të ëndërrosh. Dita premton përvoja të bukura dhe mundësi për të rritur horizontet. Ndiq intuitën tënde. Demi. Dita e sotme premton qetësi dhe harmoni në marrëdhëniet personale. Duke qenë se energjia juaj është e qetë dhe tërheqëse, është momenti i duhur për t'u afruar me ata që i doni. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla. Një sugjerim i vogël mund të bëjë diferencën. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje, planifikoni me kujdes dhe shmangni shpenzimet impulsive. Ky është një moment i artë për të reflektuar mbi ëndrat tuaja dhe për të bërë plane afatgjata. Ndjenjat tuaj janë të thella dhe të pasura, lejoni vetes të shijoni momente introspektive. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rimbusheni me energji pozitive. Mos harroni, nganjëherë qetësia dhe shqetësia e suksesit. Binjakët, sot ndihesh i inspiruar dhe plot energji, duke të tërhequr drejt ideve të reja që kërkojnë vëmendje. Në aspektin e dashurisë, ndizesh këndijat me një bisedë të ndjerë, partneri yt do të vlerësojë sinqeritetin tënd. Financat kërkojnë një vëmendje të veçantë, ndaj planifiko me kujdes shpenzimet e fundvitit për të shmangur surprizat. Në punë, kreativiteti yt është arma më e fortë, mos hezito të shprehësh mendimet që mund të përmirësojnë projektet aktuale. Emocionalisht, ndihesh më i lidhur me natyrën përreth dhe një shëtitje e qetë mund të sjellë qetësi mendore. Kujdesu për shëndetin duke bërë zgjedhje që të ushqejnë trupin dhe shpirtin. Ndërsa dita përfundon, lejoje veten të gëzojë gëzimet e vogla. Daforia. Dita nis me një ndjenjë të thellë reflektimi, duke të ftuar të shkosh përtej sipërfaqes së gjërave. Në dashuri, komunikimi i ndjeshëm dhe i sinqert është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të ketë lindur. Në punë, kushtoj vëmendje detajeve të vogla që të tjerët mund të anashkalojnë, pasi aty fshihet një mundësi për të shkëlqyer. Financat kërkojnë kujdes, shmang impulsin për të shpenzuar mbi gjëra të panevojshme. Kujdesi për mirëqenien emocionale është thelbësor, prandaj gjej pak kohë për qetësi dhe reflektim. Natyra të fton të ndjesh harmoninë e saj dhe të gjesh përsëri balancën e brendshme. Një udhëtim i vogël shpirtëror mund të ndihmojë në gjetjen e paqes që kërkon. Luani. Dita e sotme është e ndritshme dhe plot energji pozitive. Zemra jote kërkon harmoni në marrëdhënie, ndaj kushto kohë të dashurit të zemrës. Nëse ke ndier distancë kohët e fundit, sot është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat. Në punë, intuita do të udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Mos u frikso të shprehësh idetë tua, ato do të priten me admirim. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, planifikimi i mirë do të shmangë surprizat e padëshiruara. Do të ndjesh një nevojë për reflektim të brendshëm. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë do të ndihmojë në balancimin e emocioneve. Lër vend për pak spontanitet dhe gëzoje çdo moment të vogël që jeta ofron sot. Virgjëresha. Dita e sotme sjell një energji të re dhe të freskët që ndriçon horizontet tuaja. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar zemrën dhe për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Mos hezitoni të tregoni veten dhe të ndani ëndrat tuaja me partnerin. Në punë, kujdesuni për detajet dhe mos e neglizhoni rëndësinë e bashkëpunimit. Sot, një ide e re mund të sjellë përfitime të papritura. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, mendoni për kursime afatgjata dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Energjia juaj fizike është në rritje, ndaj shfrytëzojeni për të bërë diçka që ju sjell kënaqësi. Mbi të gjitha, dëgjoni intuitën tuaj dhe ndiqni rrugën që ju ndriçon më shumë. Peshorja. Dita nis me një energji të lehtë dhe harmonike që të mbush me qetësi. Në dashuri, komunikimi bëhet kyç, shprehni ndjenjat me sinqeritet dhe do të hasni mirëkuptim. Një surprizë e vogël nga partneri mund të sjellë gëzim në zemrën tuaj. Në punë, një projekt i vjetër mund të kërkojë vëmendjen tuaj, duke u bërë mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Mos u dekurajoni nga vonesat e vogla, këmbëngulja do të shpërblehet. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të panevojshme. Ndjeni nevojën për pak pushim dhe rikuperim, prandaj një çaj i ngrohtë në mbrëmje do t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin. Përqafoni çdo moment me mirënjohje dhe shpresë në zemër. Dita juaj është një kopsht i qetësisë. Akrepi.
Dita e sotme sjell një atmosferë të ngrohtë në jetën tënde. Marrëdhëniet personale do të ndriçohen nga një ndjesë intimiteti dhe bashkëpunimi. Bëj një hap për të ripërtërir lidhjet me ata që ndjejnë më të dashur për zemrën tënde. Në punë, energjia pozitive do të të ndihmojë të përballosh detyrat me efikasitet. Përpiqu të mos e marrësh për të mirëqenë ndihmën e kolegëve. Kujdes nga shpenzimet e panevojshme, pasi një plan kursimi do të të sjellë më shumë paqe mendore. Mos nguro të reflektosh mbi arritjet e tua dhe t'i festosh ato me krenari. Dita premton të jetë e mbushur me momente të vogla lumturie që do ta bëjnë udhëtimin tënd emocional edhe më të pasur. Beso në intuitën tënde sot. Shigjetari. Ditën e sotme, universi ju fton të eksploroni horizonte të reja dhe të hapni zemrën ndaj përvojave të freskëta. Në dashuri, komunikimi i sinqert me partnerin do të sjellë ndjenjat më pranë. Mos keni frikë të ndani mendimet dhe ndjesitë tuaja më të thella. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim të plotë, por suksesi është i sigurt nëse qëndroni të fokusuar. Nëse po mendoni për investime, bëni një vlerësim të kujdesshëm të mundësive. Tregohuni të zgjuar dhe mos u nxitoni me vendime financiare. Energjia juaj sot është e lartë, ndaj merrni pak kohë për të relaksuar dhe meditoni. Kujtoni që çdo ditë sjell një mundësi për të ndriçuar jetën tuaj dhe të tjerëve. Britsjapi. Sot, energjia që ndjen të shtyn drejt reflektimeve të thella mbi qëllimet e tua. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të ndriçojë ndjenjat dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë romantike. Në punë, përqendrohu në detajet të vogla, do të gjesh një mundësi që ke anashkaluar. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e tepërta dhe mendo për investime afatgjata. Shëndeti është i mirë, por mos harro të bësh një shëtitje për të qetësuar mendjen. Dita është e bukur për të rigjetur bashkëpunimin me kolegë dhe miq të vjetër. Në qetësinë e mbrëmjes, gjej kohë për veten dhe medito mbi rrugën që dëshiron të marrësh. Ujori. Sot, diçka e re do të shkëlqejë në jetën tënde, duke të shtuar një ndjesë freskëje. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e thellë mund të ndriçojë marrëdhëniet, duke sjellë afërsi më të madhe. Mos ki frikë të shprehësh atë që ndjen. Në punë, një ide e re mund të sjellë njohje të papritura. Përfito nga ky moment për të ndjekur projekte që më parë i ke anashkaluar. Financiarisht, qëndro i kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Një planifikim i mirë do të të ndihmojë të qëndrosh në radhën e duhur. Ndërkohë, mos harro të marrësh kohë për veten tënde për të medituar dhe relaksuar. Sot, dëgjo zërin e brendshëm dhe lëre të udhëheq drejt një dite plot qetësi dhe qartësi. Peshqit. Sot, ndjenjat do të jenë në harmoni me mendimet tuaja, duke krijuar një balancë të brendshme. Në marrëdhënie, është koha ideale për të treguar ndjeshmëri dhe mirëkuptim ndaj partnerit. Tregohuni të hapur në biseda të thella që forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, do të ndjeni një shtysë për të përfunduar detyrat e lëna pas dore. Shfrytëzojeni këtë energji për të bërë progres dhe për të fituar besimin e eprorëve tuaj. Financat mund të kërkojnë vëmendje të kujdesshme, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Meditimi ose një shëtitje e qetë do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen dhe të rimbushni shpirtin. Ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëzojë drejt zgjedhjeve më të mira. Shijoni qetësinë e kësaj dite.